Atëherë sot hapim si parën e sezonit 2026 me kampionatin dimror. Kemi rreth 200 atlet nga të gjitha ekipet. Presim rezultate shumë mira, veçanërisht nga Franco Buraj, po ashtu edhe nga Brezi i ri, që është një brez shumë i talentuar që po rritet. Pa diskutim, kjo është një test ku tanë atlet konkurrojnë midis një tjetrit. Po ashtu sot mas këtij aktivitetit përcaktohet dhe ekipi kombëtar që do shkojnë në kampionatin ballkanik në Beograd. Sidomos i herë këtë vit kena një vit shumë gjeshur në kalendarik, ku vazhdojmë me kampionatin ballkanik, kampionatin botëror që do zhvillohet në Poloni, ku pjesëmarrës do jetë Franco Buraj. Po ashtu kemi lojrat europiane që do zhvillohen në Monaco, kampionatin europian që do zhvillohet në Birmingham dhe lojrat mesatare. Atëherë para javë kemi marrë një atlet elitar, faktikisht është nga Elbasani, por linë rrit në Greqi, Marko Lomema, me rezultat 75 metra në hedhjen e çekiçit, ku besoj ne si federat do përfaqësohena në mënyrën më dinjitoze të mundshme në arenën ndërkombëtare. Faleminderit.